në kohën që po jetojmë na. Ata njerëz që e kanë sjellë këtë modernizim, jam shumë i sigurt që nuk kanë shku deri në çet pikë që jemi na. Nuk e kanë prek deri këtë nivel që kemi prek na. Sot baba, ideali baba sot ja bën bir ku je, apo modernizimi të pru. Modernizimi të pru. Sepse se të thujmë për shambull dhe kam babin si shok. Po, qëre, neve nga ka përcjell të njëtën kjo pjesa me prindin duhet me konë si shok, është e vërtet. Po jo, deri në atë pikë që disa gjonat që i fletë edhe me shok të tu nuk mund është me i folë me babër, me prindme. Apo kuptën edhe... Ose një shuplak që jahin baba e lajmëron polici për shambull. Ose del për i shpis, ose... Edhe kjo gjesti shumë gabim. Edhe meshkujt, edhe femnat e kanë keq përdorur jashtëzakonisht shumë pjesën e modernizimit. Unë jam e pavarur, unë kam dikën që mbron, për kujna me të mbrojt? Kush me të mbrojt? Për çka me të mbrojt? Te martu me qef, je shku me qef. Unë jam martu me qef, për kujna kemi mbrojt ti si femër? Një, dy, mos gabu më thonë ai sen se ta thiri policin, po ka dalë me pak se edhe policia që ndejnë atë pikë që për një fjallë goje, për një laf, për një muhabet, me umarë me janis më marë me se cilin, ashtu s'kemi qaq polit sa më marë me se cilin. Po. Po ka edhe me shkujt të tillë që e bim punën deri aty. Po ka bre që e bim punën ngam. Tash po flasim të modernizimi. Edhe meshkuj shqiptari janë modernizu. Nuk shojnë dorë në femna që kanë qu ma heret, nështë që si pas fjallëve. Po. Apo kuptën, nuk ka më të njëjtat sisteme. Sot